Përshëndetje të dashur miq të televizionit Shpresa. Ndodhemi në studion e partisë Shpresa Demokrate. Unë jam Ira, moderatore dhe së bashku do të jemi në transmetim live. Sot, si çdo ditë, kam të ftuar profesor Pëllum Pilinçin, kryetar i partisë Shpresa Demokrate. Përshëndetje profesor. Përshëndetje. Gjyqi i Sali Berishës u spostua nga data 11, më pas në datën 15 dhe për të vazhduar në datën 18. Na janë dërguar disa pyetje të shumta nga publiku, sepse po bëhen këto marifete dhe çfarë fshihet pas tyre. Çfarë qëndrimi mbani ju, profesor? Mi mbrëma të dashur shqiptar, kudo që ndodheni, si çdo natë në orën 6, dalem para shqiptarëve. Gazetarja bën pyetje. Kjo pyetje rrjedh nga gjithë shqiptarët, po habiten me gjyqin e Saliut apo të tjetrit, çdo njeriu. Të dashur shqiptarë, këta kanë lojtur për juve 32 vjet. Kanë bërë kashillëk, janë tallur me ju. Qëllimisht i kanë bërë gjyqet sepse këta janë bashkë dashur shqiptarë. Ua kam thënë dhe përsëri e përsërit. Dy partit e krijuar nga Rami Salia, bashkë me programin e tyre edhe kushtetutën, e bërë nga UTB-ja serbe për të eliminuar shqiptarët, për të vrarë shqiptarët, njeri me tjetrin si mos ligji 7501. Gazetarja bën pyetje cila është arsyeja pse gjyqtarja i shtyn. Gazetare, ata kanë një muaj që e shtyn, jo gjyqin e vetëm të Saliut, po dhe të Mediut, që ka vrarë njerëz, fëmijë. Gazetaren, gjyqtarin e ka paralajmëruar, ka 2 ditë rresht. Po e paralajmëroj sot. Ne i dim lëvizjet çfarë po bëni ju gjyqtare. Ne i dim fare mirë që avokati njërë së muret. Sali Berisha shkon në Evropë me paratë e shqiptarëve. Pra ne i dim gjithë, gjyqtare. Rregulli i Shqipërisë dhe kushtetuta e Shqipërisë, unë jam jurist, e di, dhe kushtetutën tuaj. E kam fjalën për kushtetutën e ligjit që një fshatar, një fshatar të gjithë, një i varfër dënohet me burg, kurse hajdutët, gjyqtarët, prokurorët, të quajtur politikanë, deputetët, vjedhin miliona dollar dhe janë aty. Dhe gjyqet shtyen. Për çfarë arsye e shtyn gjyqin? Ligji amerikan thotë, nëse ti e shtyn një herë, të dytën, të tretën ti ke të drejtë të vazhdosh gjyqin me avokat të shtetit. Pra, pse ndalon? Nëse ju do të ndaloni edhe nesër, më 18, nesër 17, ju vërtet do marrni përgjegjësi penale. Ne i kemi syt direkt këty. E dim historinë tënde, e dim si ke mbaruar shkollën. Nëse ti ke pak gjak shqiptari, hape gjyqin. Unë nuk them që ta dënosh Berishën me vdekje. Dënoj sipas ligjit. Nëse ligji e thot 20 vjet, dënoj më pak. Por aman, nxirre para gjyqit realitetin që ndodhet në Shqipëri. Dhe avokatët e Berishës, që ata kanë qenë të dopt, i themi një fjalë në cigan, është bërë me kokë e me trup njësoj. Vetëm vjedhen. Gjyqtare, vere dorën në zemër, kini fis, kini familje. Nëse ti do të jesh përsëri gjyqtare, o juriste, o avokate, nëse ti, më datën 18, nuk vazhdoj gjyqin, nuk më shpërgjithësi. Përsëri i them gjyqtares të Fatmir Mediut, o gjyqtarit, që ju i ndërroni. Njërë së muren avokatët, njërë së muren gjyqtarët, qëllimisht, gjuatë së murë. Njeriu kur së mure shkon në spital. O këto janë
si i bëni kashillëk shqiptarëve. Talleni me shqiptarët, gjyqtarët, avokat, prokuror. Nuk është me ajo kohë e 32 vjetëve. Ju jeni në shikim çdo milimetër. Ku hani, ku shkoni me xhame të zeza, ku vini të shtunë e të dielën, ajo rrugë e Elbasanit që ne e verifikojmë çdo ditë. Nuk ka vend tjetër të shkojmë për qytetarët e thjesht, po ka zënë radhën prej Tiranës deri në restorantat Bërzhit çdo qytet. Do me thënë hani në restorant, ju po hani gjakun e shqiptarëve, ju po hani parat e shqiptarëve, ju po hani parat e emigracionit që i sjellën për t'i dhënë babës e nënës të pinë një kafe. Kurse ju brithni miliona dollar. 1 milion për ju është një kafe. Kurse në Amerikë të punosh, jo 100 vjetë, po mira vjetë nuk ble dot një vilë, sepse ka rregull, ka disiplinë. Edhe presidentat e Amerikës nuk kanë vila, kanë shtëpi të rregulla, sepse nuk përballon të marrësh dot një vilë, kurse ju keni vilë edhe për macet. Pra, ka vajtur atje ku s'mban, si i themi ne shqiptarë në fjalë popullore, është këputur peri për ju. Ju do marrni përgjegjësi. Ata do hyjnë burg, s'kan ku vend. Unë kam thënë, u dhash datën 15 shqiptarëve. Ju po talleni me shqiptarët. Shqiptarë të dashur. Mbajnë mend se ç'po them. Nuk ka zgjedhje. Ka vetëm burgim. Mendonjë që të kishe burgim vetëm për këta politikanë, deputet të emëruar. Dashur shqiptar, do arrestojnë gjyqtar, prokuror, do arrestojnë ish gjyqtar që kanë dalë, që kanë vjedhur, do gjithë pasuria e tyre do mbahet e do t'i jepet shtetit. Profesor, përse nuk dalin në një ballafaqim Edi Rama me Sali Berishën? A mund të thotë kjo që ato nuk kanë një program real për qeverisje? Gazetare po bën vërtet pyetje që i ke gjetur që shqiptarët e thonë për ditë. Po si të bëjnë të dy ata? Çfarë të thonë njëri me tjetrin? Do filloj Edi Rama ka vjedhur dynjan. Do t'i thotë ke vjedhur Berisha. Berisha do t'i thotë ti ke vjedhur më shumë. Kjo është një tallje. Sepse fytyra e tyre është fytyrë e shëmtuar. Kanë vjedhur jo vila, ata kanë çdo gjë. Pra, ata nuk kanë çfarë thonë njëri tjetri, sepse ata kanë gënjer shqiptarët për 32 vjet. Po të dalë një tjetër e ti thotë Edi Ramës, a i mban mend kur ke erdhur nga Franca, në aeroportin e Tiranës, të priste emrin e Mbaba, me i pal çorape të palara, me i pal atlete të grisura, ishte veshur tamam si ata që jetojnë në për tunele, tamam si që ka jetuar ai në për rrugët e Parizit, kurse sot i bën kashillëk shqiptarëve, Edi Rama, del me gruan e tij, me gjinglat e saj, do të thotë Flori, të varur në përqafë, del në për Tiranë me 10-15 roje. O Edi, nuk të vret njërit. Ti ke fjetur për urat e Francës. Ke fjetur për urat. Brethin në për rrugë. Ke hyrë në burg, se ke vjetur buk. Kishe drejt se s'kishe buk. Nuk të vret kushti o Edi. Del me roje. Del në mes natës, gjoja shikon qytetin. Dhe një fjalë ke thënë si Enver Hoxha dikur, e di çka thënë Enver Hoxha? I tha të shoqes, se ne i inqizomim në Amerikë. A moj grua, tha, hapi dritare. Ja shojtur dritat e shqiptarëve të Tiranës, tha. Jam të lodhur, dhe tash po flin gjumë. Kurse fytyra jote, tallet me shqiptarët. Si e theti? O, këta shqiptarë kanë vila, kanë pallate. Amredi. Atë vilin që ke ti, ajo do t'jetë shqiptari, luma i që ka patur tokë. Pra, gazetare,
këta nuk bëjnë intervista të dy. Nuk kanë qa thonë, sepse janë të gjithë të një kategorie. Berisha, çfarë mund t'i thot ati? Se Edi Rama do t'i kthej, do thot, po, ti ke vilin filament, ke vilin filament. Besa jo dhe ka vila në Evropë. Pra, çfarë mund t'i thonë shqiptarëve? Shqiptarët e din, po shqiptarët presin dhe më dërgojnë mua gjithmonë. Kur do arrestojnë këta njerëz? Pra, shqiptar me orë nuk ka zgjedhje, po ka burg dhe ka tortura. Që kanë bërë këti popull këta? Që po tallen me shqiptarët, kërcejnë me parat e shqiptarëve, dhe në hanë drek në Milano, në Berlin, kudo, në Serbi. Serbinë e kanë si shtëpinë e tyre, të dy palët. Profesor, janë kryer disa arrestime në Vlorë dhe në Fier, ku buroja kombëtare është sulmuar nga grupe të panjohura njerëzish. Çfarë qëndrimi mbani ju, profesor, në lidhje me këtë çështje? Dhe kjo ndodhi mbrëm, por kjo po ndodh çdo ditë. Arrestimet po bëhen të shumta, ka filluar nga jugu. Në Vlorë po arrestojnë shumë njerëz, prokuror. Dhe byroja kombëtare kontrollon çdo gjë. Në Fier do arrestojnë shumë shefat e policisë. Byroja kombëtare është civile. Patën një përpjekje qëllimisht të dërguar nga këto dy partitë. Qëllimisht të dërguar dhe flasën dhe këta palo gazetarët e vjetër, në për televizore thonë cila ishte arsyeja që nuk ishin ushtarak, nuk ishin të veshur, nuk kanë emrin, o gazetarët e serbëve. E kam fjalën për ju të vjetër që quheni gazetarë dhe analista. Në televizorin Klani, Top Channel, News 24, po thuaj, A2+, News, të gjithë televizoret janë bashkëpunim me ju. Pra, të gjithë televizoret flasin për qartë, flasin kundra shqiptarëve, sepse nuk kanë kuvend. Pra, të gjithë televizorit po bëjnë, sidomos një televizor që goditën, një që ju po e shëgoni o shqiptar. Që shëgoni këto kalavane në për televizorin Top Channel. Në Top Channel, a shini që bëjnë? Gjvishen për të autoritetin e shqiptarëve, ziren, bërtasin, fëmijë që po i shëgojnë, dalen duke goditur dhe asgjë. Ofendojnë, a i djaloshi është kosovar, është shqiptar. A i tjetëri i të përgjigje, i këmëre kosovar, mos slav. Në të kundër, a e është slav. Pra, a i shini që televizorit janë bërë qëllimisht për të ullur autoritetin e shqiptarëve? Po pse në shqiptarët jemi në atë kategori, me atë veshje, me ato grindje, dhe ju i shëgoni televizorit të dashur shqiptar. Bosu viren, turp, një shqiptar që shëgon ato fytyra. Ato televizorit do japin shumë përgjigje. Televizori Top Channel varet nga sërbët. Ashtu, si televizori Klani varet nga francezët. Të dy armit tonë shekullor, të dashur shqiptar. Mos i shëgoni televizorit, i largoni fëmijët nga televizorit, që është propagandë. Është propagandë kundra shqiptarve. Ata janë tradhtar. A i shëgoni si vishen o të dashur shqiptar. A i shëgoni Top Channel, Klani, të veshur, me kostum, loj. O zot, shqiptarë s'kanë bukë. Kurse këta, marrën para nga të tjerë, kanë vila, me makinë zeza, tallen me shqiptarë, mbajnë nga 2 ora në dorë, 11 djathtë, 11 maj, si një blendi fevziu. Familje ti e njën fare mirë, e gjyshin e ti, edhe fisin e ti. Preardhin e ka nga i fshati Starov, është afër Pogradecit, të dashur shqiptarë, që në kone Zogut, ishën 50 shtëpi, a i fshat Starov.
Të 50 shtëpi që ushin belerë. Të 50 shtëpi s'kan patru pasuri. Kanë hangur pasurin nga të tjerë. Nuk dua ta them me gjatë. Sot, ai ka marrë qerkun e Tiranës. Vete kudo. Kam mbredhur, thot unë, me 250 shtete. Edhe çfarë? Hyp në avion luksos. $5.000 është bileta. Po pra, o shqiptarë, pse ishe goni këta? A e dini Fevziu ku e ka baruar shkollën? Në kohën e komunizmit. A e dini kush vinte në universitet në atë kohë? Dashamirësit të Ministrisë të Brendshme. Të gjitha ata kanë patur gratë. O kam thënë, dosjet të tyre do t'i hap shumë shpejt. E kanë fjalën, për të gjitha janë 47 gazetarë të quajtur dhe analista që flasën për televizor. Ai bëri Fevziu, vizitoi bashkë me atë që ka sjell Berisha nga Amerika, që vodhi parat. E shqiptarë. Edhe po e pyeste në çdo kategori. O Fevzi, ke pyetur edhe një ushtarak amerikan që është shqiptar. Ai ishte kapiteni i vaporit. E gaboi për disa fjalë që tha në televizorin tuaj. Një ushtarak amerikan nuk tregon sekretin e vaporit. Ai tregovi e sa persona bante. Të kemi parë me vëmendje. Jo vetëm unë. Njerëzit e mi, kudo që janë, të shpërndarën në përbot. Përsëri, kam krijuar edhe këtu në Shqipëri, që u shëkojnë çdo milimetër kush hyn e kush del. Pra, të dashur shqiptar, qeveria do bëhet shumë shpejt. Qeveria teknike. Do ketë 3 drejtor, ta dini hapur më mirë. Do jetë drejtoria e policisë, do jetë byroja kombëtare dhe drejtoria e SIE-s, që të mbrojë kombin shqiptar. Në këtë drejtori do hynë të rinjt, të dashur të rinj, kudo që ndodheni. Tini fizikisht, tini djemë të rinj, vajza të reja, të mbroni kombin tuaj, të mbroni dhe të dini se që bëjnë qeveritarët. Mënyra juaj është mbrojtja e kombit shqiptar. E kam fjalën për byron kombëtare tash. Do t'jenë jurist, ekonomist. Duhen 1800 që të mbrojnë këtë komb. Do t'jenë civila. Do jenë mbrojtjen e kombit. Do jenë dëbetuar për këtë komb. Kërkojnë t'jenë të rinj, djemë dhe vajza të rinj. Plus drejtoria e policisë. Drejtoria e policisë do jenë përsëri të rinj, dhe ata që janë. Kur kërkojnë më vonë, do t'jenë të mbaruar nga gjimnazi. Do mësojnë për pres 6 muaj. Dashur të rinj, kudo që jeni, ejani të regjistroheni, ejani të mbroni kombin, po ju hapim Chelsin, atë Chelsea thash mbrëm, që Edi Rama ka Chelsin e rrahjes, Chelsin e vjedhjes, kurse ne kemi Chelsin e bashkimit Shqipërisë me kufin natyror. E në Kosovë, që kam thënë, u bë. Të dashur shqiptar, nuk ka rrugë dalje, ka bashkimin e Shqipërisë me kufin natyror. Profesor, këto ishin pyetjet e shumta që drejtojnë qytetarët shpesh ndaj jush. Nëse keni diçka të fundit për të thënë shqiptarëve? Unë fjalën do t'ua them shqiptarëve vetëm 1 minutë. Të dashur shqiptar, siç e thash më parë, ejani të rinj, intelektual. Nëse është koha, o deri tashi i kemi punët tamam për çështje kombëtare. Nëse unë do t'u thres, por nuk jam i sigurt se do të bëjmë qeverin teknik. Nëse unë do t'u thres, do të vini edhe plejt me bastun, jo për revolt, po për t'i thënë sërdve, për t'i thënë këtyre rrugashve politikanë, jemi gjallë, jemi të vjetër, jemi pa bukë, jemi të dopt, po erdhëm pra këtu në Tiranë, jo revolt, po për t'i kapur këta zotdint e për t'i lidhur me litarë deri në Skënderbeu. Të dashur shqiptar, çdo gjë që e them është reale. Kam ardhur këtu për të bërë kombin shqiptar. U thash edhe mbram. Si e kemi zakonin shqiptarët, amanetin nuk e thyejmë,
Po e mbajmë. Çdo njeri lej një amanet para se të vdesi. O piri babës, rri urt, duaj Shqipërinë, duaj kombin. Pra, unë kam shumë amanete. Amanetet nuk i lëshoj. 100% do t'i bëj. Shqipërinë me kufi natyror. Dashur shqiptar, doroni e ca ditë. Do t'i shihni vetë në përgjykjet, s'kan më diskutim. Çdo gjë do bëhet reale. Natën e mirë, të dashur bashkëdhetar shqiptar, e njëherë flini të qetë. Çdo gjë do vi e mirë. Natën e mirë. Shikues të dashur, ky ishte transmetimi për sonte. Do të shihemi përsëri nesër në orën 18:00. Faleminderit.